صلوا على رسولنا محمد. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي إلا بالله. نحمدك يا ربنا ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرض غافر الذنب قابل التوب شديد القابل التوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. صدق الله العظيم. Para nerime, hamdet janë vetëm për Allahun e madhëruar, krijuesin e gjithësisë, atë falenderojmë dhe vetëm për tij ndihmë dhe falje kërkojmë. E falenderojmë Allahun nga se ai na krijoi dhe na udhëzoi me fenë e tij. Falenderojmë Allahun nga se ai dërgoi pejgamberin e mbrojtës me shpalljen e fundit Kur'anit, që nëpërmjet shpalljes së tij na mësoi mbi jetën, na mësoi mbi karakterin, na mësoi mbi botën e ahiretit, si dhe paqja, mirësi, begatitjet e gjithë mëshirshmit Zot që është mbi Muhamedit alayhis salam, pejgamberin e mbrojtës që nëpërmjet tij ne mësuam se çfarë thot Allahu nga ne dhe çfarë uren Allahu nga besimtarët dhe njerëzit. Si dhe bekimet e Allahut, qofshin mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët besnik, si mbi gjithë pasuesit e rrugës së Muhamedit alayhis salam, derisa të ketë jetë mbi sipërfaqen e tokës. Të nderuar, të çmuar besimtar, ajeti të cilin e lexova më lart është ajeti 72 i surës Al-Furqan, ku Allahu i madhëruar nëpërmjet librit të tij, nëpërmjet fjalëve të tija, nëpërmjet të rreshtave të Kur'anit, na mëson se si ne duhet të ndërtojmë të ngritim karakterin tonë si njerëz, si besimtar, nga se shpalljet e Allahut, qitaret e Allahut dhe pejgamberët e Allahut patën një detyrë, e detyra e tyre ishte që të korrigjojnë devijimin e njerëzve në besim dhe të përmirësojnë sjelljen dhe moralin e shoqërisë dhe të individit në shoqëri. Dhe ky ajet Kur'anor i surës Al-Furqan, Allahu gjithëlon nëpërmjet këtij ajeti Kur'anor na thotë: vërtet thotë robërit e dashur të Allahut. Na tregon cilët janë njerëzit më të dashur që Allahu i don. Dhe në disa ajete në vijim dhe para, Allahu i cekën flet mbi cilësitë të cilët duhet t'i posedon një njeri për të quajtur Ibadur Rahman, rob i dashur i Allahut. Dhe në këtë ajet Kur'anor ne do të flasim për një cilësi që Allahu nuk e don tek njeriu. Dhe se është prezente tek besimtari kjo cilësi, ky bes, kjo vepër, njeriu mos mashtrojë veten e tij se është në grupin e atyre që Allahu i ka cilësuar dhe i ka veçuar nga gjithë njerëzit tjerë me epitetin Ibadur Rahman. Krenaria më e madhe për besimtarin, për mu'minin, është që të merë epitetin me tagjen Ibadur Rahman. Por, ka disa vepra, disa cilësi, disa vese të cilat ai nuk duhet t'i ketë në jetën e tij për të qenë në grupin e Ibadur Rahman. Allahu gjithëlon në këtë ajet Kur'anor thotë: robërit e Zotit janë edhe ata të cilët nuk dëshmojnë
Dhe kur rastësisht ata kalojnë pranë të keqes, pranë një akti, pranë një vepre të keqit, merru kirama, kalojnë duke e ruajtur karakterin e tij. Kalojnë duke e ruajtur karakterin e vet. Kur flet Allahu që do të rabi Ibadur Rahman thotë se Ibadur Rahman, robërit e dashur të Allahut janë ata të cilët para se gjithash ecin në për tokë të qiejt. Janë ata të cilët nuk i sulmojnë, i ofendojnë me fjalë të rënda ignorante, jahilën, thonë, qalu selam, thonë ne jemi përpart, ne simbolizojmë vlerat, ne jemi njerëz të mirë, ne nuk jemi përdorur, ne jemi atë që kërkojmë Islamin nga ne pra reflektojmë Islamin real. Adejo, qalu selama, ne jemi pjesëtar të Islamit, që Islami në vetë ndërthen vlera të mëdha. Nuk binë në grancën e ignorantëve dhe nuk fillojnë debatet duke u fyrë me ignorantët dhe jahilë në shoqëri. Gjithashtu të Allahu, Ibadur Rahman, robërit e dashur të Allahut janë ata të cilët për hir të Allahut natën e kalojnë në sejdë dhe në namaz. Gjithashtu thot Ibadur Rahman janë ata të cilët nuk e tepërojnë në shpenzime, nuk janë shpenzues të pakontrolluar të mallit, por në të njëjtën kohë as nuk janë të shpërnduar në jetë, por e mbajnë mesatare. Si dhe ajetin pijues, pra ato e ajetet të cilat flasin për cilësi e një personi i cili dëshiron të jetë nga grupi i robërve të dashur të Allahut. Allahu e thot ajetin kuranor, ajetin 72 të surës Al-Furqan, se gjithashtu Ibadur Rahman janë ata të cilët nuk dëshmojnë në jetën e tyre kur një herë. Ata nuk preferojnë të rejnë, si dhe kur kalojnë pranë të keqes, ata kalojnë me kujdesin më të madh, duke ruajtur karakterin, duke ruajtur mbrojtur vlerat të cilat i posedojnë. Nuk binë në grancën, në kurtën e këtyre të keqes dhe për një moment pra të ndërojnë të mirën dhe të keqen. Të dashur xhamat. Pse e përësirën këtë ajetë Kur'an? Nga se gjithë ne duhet të ndërojnë, të i takojnë grupit të Ibadur Rahman, robërve të Allahut, të cilët Allahu i dëshon, të dojnë Allahu është siguria më e madhe, të mjafton vetëm Allahu. Kujtoni vetëm Ibrahimin alayhis salam, kur askush nuk i ndihmoi, kur e praktisi edhe babai i tij, kur gjeni vetë ka shi ati zjarit të madhë. Pastaj Ibrahimi alayhis salam, hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Mua mjafton vetëm Allahu, dhe Allahu i doli në ndihmë robit të sinqert të tij Ibrahimit alayhis salam. Po kush e ndihmoi Yunusin alayhis salam? Kush e ndihmoi Musa alayhis salam? Kush i ndihmoi gjithë ato pejgamberë të cilët na i tregon Kur'ani i Kerim? Kush i të ndihmoj sahabët, muslimanët gjatë shekujve, por kush është duke i ndihmuar edhe sot muslimanët, mos Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, lufton, tenton që të futesh në grupin e përzgjedhur që Allahu i quajtur Ibadur Rahman, robër të devotshëm të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, nëse ke arrit, nëse mendon se i plotëson të kushte, ec me kujdes mbi tokë, nuk ec duke u rebeluar, nuk bjerë në grackën e ignorantëve ta shesësh imanin, dritën tënde, si që ta ligjëratën e kaluar. Bjerë të bish në grackën e ignorantëve apo të mashtruesve, din të arrush imanin tënë, dritën tënde, din të arrush biletën e vipit të ajret. Je nga ata të cilët i kushton një pjesë të natës
adhurimit në Allahun, futesh në sejdë, i gjason sejdja jote, sejdës së Muhamedit alayhis salam, kur thot një sahabi pejgamberit alayhis salam, do të shkova të vizitoj Muhamedit alayhis salam, kur apo afrova afër dotës së Muhamedit alayhis salam, dëgjoja kise era të qerja vlon bizjar. Kur u futa brenda, pase Muhamedi alayhis salam rënkonte qante në sejdë Muhamedi alayhis salam. Pra, ibadur Rahman do t'jetë nga ky grup, këtë cilësi a i do t'a ketë, ashtu a i do të jetë nga ata të cilët nuk të brojnë në arshime, por edhe nuk janë të prasë në shoqëri kur kërkohet ndihmesa, kur kërkohet ta zjapish dorën të arshime vojtare, karshime timi, karshime pa afti, pra e zjetë mesatare ky njeri. Gjithashtu, a i nuk gudzon pra të ketë në karakterin e ti një cilësi që Allahu nuk e do. Një cilësi që Allahu ka ardhur me këtë vete në mëson se nuk gudzon ibadur Rahman ta poseton këtë, e është që a i nuk gudzon të jetë nga ata që dëshmojnë në rejshëm, dëshmojnë në rejshëm qoftë në nderi, marrjen e nderit të kuj, autoritetin të dikuj, mami të dikuj, pra ai që të ruaj karakterin e ti dhe mos jetë në grupin atyre të cilët gënjej, sa që edhe kur kalon pra, përreth të keqes, përreth sprovës, përreth asaj që cila mund të ta merr shumë lehtë, mund të ta dëmtoj shumë lehtë besimin, mund të ta dëmtoj shumë lehtë devotshmërinë tënde, ai arrin që ta mbaroj pra. Ai është i sofistikuar, ibadur Rahmani është i mbrojtur nga si ka cilësi që edhe ta refuzon dhe ta kalon pra edhe këtë test, këtë sprovë që është që dikush tenton që t'ja marrë imanin apo t'ja dëmtoj devotshmërinë të cilën e ka. Andaj, besimtarët, nëse duan ta kenë të dashur Allahu dhe Allahu t'i dojë ata para se t'i ka shpurë të parë në jetë do të kenë që ta ruajnë karakterin, ta mbrojnë karakterin e tyre për të mbrojtur pra atë që quhen të jetë ata i grupit që Allahu i quan të devotshëm robër të sinqertë të tij. Andaj dhe Islami pra erdhi si fe që neve ta ngrit, të ndërtoj karakterin tonë si njerëz të shëndosh dhe një ndër pra bese vepra të cilat të ndërtojnë në karakterin e njeriut është edhe gënjeshtra. Dhe sot ne do të flasim për gënjeshtën vetëm për një arsye të vetë. Se disa sende duke pjesë përsëritën, por s'kemi çfarë të bëjmë se po na përsëritën edhe ta. Sot është një prill. Me të kaluarën për të sot shumë njerëz ndoshta mashtrohen, nga kush mashtrohen? Nga njerëzit gënjeshtar. Në botë, njerëzit të cilët s'ja kanë arrit ta kuptojnë vlerën e jetës, i kanë kushtuar një ditë, ja kanë kushtuar dita e rrethës, dita e gënjeshtërës. Një prillit e kanë bërë ditë të gënjeshtërës, ditë të mashtrimit. Dhe do të shohëm se atje ku ka sinqeritet Islami nuk ka vetë për gënjeshtër. Musliman edhe të rej nuk shkon. Musliman edhe të vjetë nuk shkon. Musliman edhe të mëkatoj kjo nuk shkon. Andaj edhe gënjeshtra o pjesë e mëkateve të mëdha dhe njeriu musliman. Islami edhe të prek dërgjegjen e gjithë njerëzimit, jo të muslimanëve, kur flasin për ngritjen e karakterit të njeriu, si hadithje e Allahut në tokë, jo për musliman është çështja e përfunduar. Rrena nuk ka vetë në familjen e muslimanëve, nuk ka vetë tek individi që thotë la ilaha illallah. Kjo dëshmi, dhe ai që dëshmon se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, ai nuk guxon të dëshmojë rreshtë. Andaj, atje ku themi se jemi musliman, themi se i takojnë pra jemi nga mu'taqidët, nga të devotshmit, do të me një herë
përgjigjen e kemi të saktë se nuk kemi arritur të jemi të devotshëm ashtu siç don libri i Allahut, ashtu siç don feja e Allahut, ashtu siç don pejgamberi i Allahut në mësimet e tij. Le të ndalemi pak të jetënje Muhammedit alayhis salam. Ne kemi poshtë Muhammedit alayhis salam për çdo sekondë t'i çojmë salavat. Mësuesin më të mirë sa atë nuk kemi ne. Jo se nuk ka profesorat të mirë në shoqëri, jo se nuk ka mësues të mirë në shoqëri, por ka disa të cilët kanë rënë në grackën e xhamilave, ignorantëve, dhe çdo shekulli 21 ignorant pasardhush. Me bëjë një matematik në të kohë më shumë ka libra se sa lexues. Leximi i librave bën do të thotë shirjen e ignorantëve nga kemi një ignorancë nga shëtëria. Por për fatë në keq janë nuk kemi lexues. Por kemi edhe disa mësues të cilët në mësoni edhe fëmijët, në mësoni e kanë në sistem të edukimit, të arsimimit, këtë ditë bile e bëjnë fëmijët tonë që ata të gjenë jo më shumë se një ftyrë, më shumë se një ftyrë. A le që shkët e ka? Rejnë për xhami në zërën në mesë. Po, rejnë sa të për xhamie. Kur thëtë në shpia e druën, papën, nënë. Në qaqi kur punën me njerëzit i rejnë njerëzit. Allah i dha njeriu një fytyrë. A do të luftoj të ambroj këtë fytyrë. E gënjeshtra dhe një nga veset të cilat njeriu një bërë që njeriu të ketë ma shumë fytyra. Rejnë politika, rejnë politikanë. Ju i shifni, i shojnë, rejnë njerëzit të cilët i kemi sjedu. Rejnë ata të cilët ju kemi besuar. Dhe më në qa tona s'ka fytyrë. Jo, ka shumë fytyra. Sa më për të lanë, krijes ka fytyrë. Rej ka shumë fytyra. Të në shtronë, të jetë shpresa të rejshme. Ate për nga mërja alayhis salam në këtë hadith, na e sqaron qartë neve. Thotë se, o ju besimtarë, në drejtojnë neve, përbaju një sinceriteti, sepse sinceriteti të udhëzon për në mirësi. Njeriu, për që të ketë mirësi në jetë, a i duhet të shkojt pas njësa kritere. Kriter kryesor për njeriu besimtari është sinceriteti. Dhe a i duhet të jetë një sinqert në jetën e ti, që a i sinceritet të dërgoj drejt mirësi sa Allah. Dërsa mirësia të udhëzon për në xhenet. Dhe nëse një njeri i vazhdon gjithmonë të do të vërtetët, ai do të vjen një kohë që Allahu ta shkruan se ai është i sinqert. Pra, kërkon mund sakrificë që njeriu të arrijë të shkruhet në listën e grupit të njerëzve të sinqert, që Allahu i quajnë ibadur rahman. Ndërsa, gënjeshtra, rrena, mashtrimi, të qonë drejt të keqes, dhe keqa të shpijet drejt të xhenemit. Dhe nëse njeriu vazhdon të gënjej në jetën e tij, do të jetë një moment që Allahu do ta shkruajë se ai është gënjeshtar. Kjo hadith i pejgamberit alayhis salam na shpalos edhe një realitet tjetër. Tregon se është mundi i njeriu. Dhe tregon se njeriu do të jetojë në shoqëri, në shoqëri, o të ketë sinqeritet, o të ketë gënjeshtër, do të ketë o vepra të mira, o do të ketë vepra të këqija, do të ketë mirësi, apo do të ketë punë të liga. Dhe dijeni se nuk ka letë njeriu gënjeshtar. Askush nuk ka dalë nga barku i nënës me gënjeshtra. Gënjeshtra nuk është e lindur me njeriu. Dhe kjo na mëson se njeriu e mëson dikush që të gënjej. E kush është? Pos familjes, pos parentisit, pos parentit, pos shoqërisë ku ai lëviz. Andaj të nderuarit e mi, gënjeshtra është sentimentu i urrejtur i një shoqërie e cila shoqëri do të arrijë vlera, e cila shoqëri synon majën e shkrimit dhe të përparimit.
Gënjeshtra o cilësia më e keqe dhe vepra më e ullet nëse njeriu e vepron atë. Nëse njeriu gënjen dirë se ai është njeriu i ullet. Andaj fatkeqësia më e madhe për një shoqëri, komi më i madh për një shoqëri është nëse ajo shoqëri preket me gënjeshtra. Nëse në atë shoqëri zëvet do të gënjeshtra dhe në atë shoqëri përhapet gënjeshtra dhe në atë shoqëri besohet gënjeshtra. Sa që pejgamberi alayhis salam ka thënë se në momentin e afrimit të shkatrimit të gjithësisë do të përhapet me të madhe gënjeshtra. E lutim Allahun që Allahu fuqiplot ta na ruaj nga ky ves, nga se kjo një parashenjë me parashenjave që lajmëron se është ka ardhur fundi i ekzistimit të sa gjithësie të këtij universi të madh. Në fenë islame, gënjeshtra llogaritet nga mëkatet e mëdha. Aq tepër flet Kur'ani feja islame mbi gënjeshtrën, dhe aq tepër ka folur Muhamedi alayhis salam, mësuesi i njerëzimit, edukatori jonë, muallimi jonë mbi gënjeshtrën, sa që do të hasim ajetet, qindra ajetet dhe me qindra hadithe të Muhamedit alayhis salam, të cilat gjukojnë ashpër këtë mëkat të madh, këtë bes të shëmtuar, nëse e posedon njeriu apo Zoti në ruaj besimtar. Na mjafton vetëm një ajete sot, nëse dua të flas pak për një prilli, edhe u të bëj një kushtuar kësaj date, do të na mjaftojnë sot neve vetëm dy ajete kuranore. Ku Allahu fuqiplot në surën El-Hajj, ajetin 30 thotë: "Fajtanibu rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur." O ju njerëz, o ju që thoni se jeni musliman, e ka për qëllim ajetin kuranor. O ju të cilët pretendoni të jeni nga muttaqinët, që pretendoni të jeni në grupin e takvave, të dashurve të Allahut, largohuni nga dytësi e besimeve të kota, por gjithashtu largohuni edhe prej fjalëve të mëshme. Allahu fuqiplot e parazoi pasojën e besimit të devijuar, idhujtarisë dhe gjithë besimeve tjera jashtë islamit, e parazoi pra dëmi që sjell idhujtaria është shkatrimi, devijimi në tregon edhe përfundimin e zjarrit të xhenemit. E parazoi të rënën fjalën e rrishme, cilësinë që njeriu të rrinë e parazoi me besimin e devijuar. Kjo na mjafton shkakuna në tabela. Pra në një kategori si mëkat, si gjunahësh, o rrinte, o devijove në besim, është e barabartë tek Allahu azza wa jalla. Andaj të keni kujdes. Dhe kemi kujdes çfarë flasim, nga se pjesa e madhe e njerëzve të cilët do të jenë banor të zjarrit të xhenemit dhe do të jenë mungjo. Nga se pejgamberi alayhis salam kur i tha ja Resulullah, kur do të shfaqe shtëpitë sprovat e mëdha, çfarë do të bëjë? Pejgamberi e ka pyetur ta mbaje këtë, ruaje shtëpinë tënde dhe qaje gjunahin tënd. Mos mendoj se diçka tjetër do të na çojë neve në zjarrin e xhenemit. Jashtë arrës, jashtë nëse dëshmojmë rreshëm, jashtë nëse e përkrahim rrethën në shoqëri. Pra e parazon Allahu devijimin e besimit me këtë vesë, me këtë cilësi të ligë që njeriu nuk guxon ta posedojë si njerëz, e jo të diskutojnë si besimtar, si mu'min, si musliman që i takon besë islamit. Si dhe ajeti tjetër, sot njerëzit kanë problem në udhëzim,
Lexoj një miri në Suedi I cili është udhëzuar, atesh në Allahu ta udhëzon. Dhe I bën një intervistë nga një gazetar të çfarë është brenda jote më e madhe në jetë. Duke qartur thotë jam një brengosur që Allahu pse nuk ma udhëzon babën dhe nanën në Islam. Njerëzit të cilët kanë kuptuar jetën, përgjithësinë në jetë dhe kanë kuptuar llogarimin që do të japin pas vdekjes, ata brengën e madhe e kanë udhëzimin e tyre në jetë. Dhe Allah nuk I plot shqipëri çfarë thot me këtë ajet kuranor. Allahu thot: "Inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab." Asnjëherë Allah e me mbi vete nuk është tanja ime. Kur flasim ne pse, to ke hoxha I kanë çudit fjalë. Të janë fjalë të Allahut. A ka fjalë më të drejta se fjalët e librit të Allahut? Shqipni Allahu çfarë thotë? Dhe Allahu asesi kur njëherë nuk ta udhëzojë në rrugën e drejtë, në rrugën e shpëtimit, atë që të I kalon normat në jetë, si dhe ai që është renavec. Shkur, mos prit nëse ke cilësi e renavecit të gënjeshtarit, ose prit, për s'ka që ta mesën e shohëm renavecat të halli e prandjetë. Lodën pi sabah lodën. Sa që dhe rejnë sabah që ka qica, sa Arapa më darë pishtati, sa ekspert I renave, në shumë arinë dhe rejnë zvetë bizan e pesë. I lodën ajnë, e lodën Allahu në rrugë, në jeta. E dini pse? Se ajnë e rejnë I bënë dëmë shoqërisë. Ajnë synon, ajo është arrati shejtanit. Aja ka dalë qirini shejtanit, kimi tanë. Asi që ka dalë qirini shejtanit për rëzim. Vëdjeshtra, gjithashtu pejgamberi alayhi salam ka thotë është nga cilësi e hipokritit. Munafik, përndrejshin si e thonë të munafik, ka disa autort, a di cëllët janë cilësit e munafik. A dini kush janë? Nësi I posedon pejgamberi alayhi salam ka thotë, do cilësi njeriu, e s'ka nevojë, ka nevojë të shkruaj në marrë sa ajo është munafik. Edhe pse do të vjen një ditë kur do të del tapetul ardh, nga shenjat e mëdha të kiametit kur do të del kafsha e tokës, e cila do ta shërbim gjithë rrozu I toksor, ai do të futet edhe në qafë. Edhe në tabak me njerëzit do të bëj tabak. Puna e kësaj kafshë është që të detektoj kush është besimtar e kush është jo besimtar. Se kollaje që do të jo besimtar e dine. Po për fat të kemi shumë njerëz të cilët sillen në çarshi, gjenden në vende ku aty promovohen vlerat islamit, por veprat të cilat I kanë dëshmojnë të kundërta. Andaj, pejgamberi alayhi salam ka thënë nëse I shihni këto tre cilësi tek një person, dijeni se ky është munafik, ky është hipokrit, ky është me dy fytyra e mëshuar. Jo me një. Një është realiteti I njeriu që Allah ka krijuar dhe ai do të luftoj të ruaj fytyrën e pastër. T'ja jap dritën fytyrës së tij me imanin dhe veprat e tija, që në ditën e llogarimit janë dy fytyra. Ktu ka një fytyrë për besimtarin dhe shumë fytyra për njerëzve të tjerë. Atje do të ketë dy lloje të fytyrave. Ja në të vjetë du moqur, me të svet du moqur. Ati të të vetëm fytyra të ndritura, të zbardura dhe të nëzitë. Ska, mes tyre nuk të tjetë, ko nuk të tjetë as faktor shmita të ndrojsh fytyrën të tonë. Nuk të tjesh mundësi as bëjsh operacion të të ndrojsh fytyrën të tonë. Jo, veprat tua në këtë bërë, të të bëjnë ose të të ndrojnë fytyra jote ose të të nëzirë. Zoti na ruaj, Zoti na mbroj që ne të ruaj imanin tonë, të ruaj karakterin tonë që Islami sinon të ndërtoj karakter të shëndosh të individit, sinon një shoqëri të shëndosh që në botën e ahiretit ti ta bëjmë shoqëri se atje do të ketë dy lloje të shoqërive. Si këtu që ka, shoqëri të udhëzuar dhe shoqëri të devijuar. Edhe atje do të ketë shoqëri ummet për në xhehenem dhe ummet I cili do të futet shoqëri, cila do të futet në xhenem. Pejgamberi alayhis salam thonë,
nëse drejtësi tjetër të këtë person, jeni se është munafik hipokrit, këtë ne transmeton të buhurire radiallahu anhu, dhe thotë se për flet gënjen. Kur premton, ai nuk e realizon premtimin. Dhe kur diçka impresohet, trafton. Subhanallah. A dini sa njerëz ka këto në premtim? Pite hoxhallarët e të posha, se t'i gjumë në nda hoxhallarët. Pite hoxhallarët e hajde dhe mërim, dhe të kaj 18 vjeqarë. Të poshë nuk shkojnë, se latë nuk shkru. Edhe pse ne duhet të punën të të pukojnë, që rinia jo, fëmijë tonë, mos jenë të gjeshtarë. Pa të dinim se rejnë. Rejnë, pa rejnë gjallë. Rejnë, ona rejnë fëmija. Jo shumë normale. Si tonë. Ashtë atë fëmija t'i gjallë fëmijës, pa pritë. Por është marifet kur ja kalonë. Shërë të cilët janë të specializuar në rejna, në punë të këtiqura, ato i specializohet në fëmijë, se i kam biznes, Për shallar Zotit të në ruaj, të në përtisoj, që mos i kemi këto cilësine në karakterin tonë. Nga se nësi i kemi kjo thjesht, kjo është edhe të njoftimi i njeriu, i besimtari. E ke rejnën, e ke mashtrin, dhe e ke tradhtim, dhije se këto e cilësi të munafikut. Gënjeshtra të nderuarit e mi. Ose që dëmton në rënd individin, karakterin individin, a i dëmton rënd edhe shoqërin. Andaj, Allah përgjikot vetëm në një sure, që e marrë emrin sureja El-Murselat, vetë herë ja tërhekë vërejtje njërëzimi, nuk dasë për musliman. Se musliman, por qëto musliman është njeri, Kjo shumë logika. Njerëzimi t'i thotë, vejlu jaume idhin lil mukendibin. Dhe vejlu jaume idhin lil mukendibin. Ati janë të shkatruar ata të cilët kanë gënjur në këtë jetë. Kanë gënjur në besim. E të kosh deri atje ku e ka gënjur në fëmiju. E të menanën të damë njëseve i ka krata janë. Edhe kjo gënjeshtë. Edhe kjo logaritat gënjeshtë. Nëse Muhamedi alayhis salam, edukatori i njerëzimit, do të një sahabitët, isha i vogël kur Muhamedi alayhis salam vizitoi familjen tonë. Dhe nëna ime më thiri afër kur isha duke bërë shur. Dhe nda eskëndej biri i pejgamberit alayhis salam i tha, për çfarë e tillë? A do t'i japësh diçka? I tha, po i dërguari i Allahut, do t'ja jap një hurë. I tha, shumë mirë. Se për ndryshe nëse e gënjen, familjon logaritët gënjeshtra më kapti ma. Shqipëni, sa në detaje ka ardhë islamit e në mësojnë. Thamë se nuk linë fëmiju gënjeshtra. Gënjeshtra në mësojnë në shtëpi ose në qatështi. Andaj për nga Allah të gjithdojnë, dhe të hervetëm në një sure në të rekëvërejqet rruj atësaj dite. Ku të shkoni o gënjeshtra? Ku të shkoni o ju që të shkuat rejshëm, apo për krahat rejnët, apo arritet të ngroni karakterin tuaj, kur u shfaqë të rejnë dhe rrë në kratës për tjere në vecë. Allah të gjithashtu në Kur'an, kutile dhe farrason, janë të farbuar, të të malkoj Allah në kasën të keqë. Tyjo, ose të jesh i dashur i Allah, ose të jesh i malkuar i Allah. Zirë bajtë. Normal, i shëndoshin në drumë, njeri u jasije së shëndosh, a i do të zjerë qëfar? Afërsim me Allah. Ashtu si që aktivistët e partive politike. Ato qëfar dojnë? Tentojnë t'i afronë liderit partijak. Allah të unë jam kryuesi, unë jam sunduesi i ditës së logaris, unë jam sunduesi suprem, unë jam gjukuesi i drejti ditës së logaris, edhe ti do t'a i vrësh Allah. Por në mikro Allah. Por ndje se do t'jesh nga të hukurit nësër të arin të më njanosh nga mëshira Allah subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi alayhis salam, kur është të pyetur një herë nga sahabët, ja Resulallah, o dërguari i Allah, po a mund me njerë muslimani tjetë frigavec? Ka thonë po. Ka disa frigone nga hija e tyre. Ajo është nga natyra. Allah me ka thënë tjetë frigavec e ka zemrën e miu.
I tillë është. A mund të jetë koprac? Ka thënë po, nuk do të jetë amonazh. Por a mund të jetë gënjeshtar? Ka thënë asnjëherë. Muslimanën edhe në vezë nuk shkon, si ta. Të mendojsh jetë të abra, atje ko të devotshmëria, atje nuk ka vend. Çfarë? Rrena. Atje ko pastërtia nuk ka vend bakterje dhe mikrobe. Kjo shumë rëndime. Të mendojsh se je i pastër, je i devotshëm, a noton në gënjeshtra, mashtron vetë tënde dhe dhije se ke hidruar të madhin sot. Pejgamberi alayhis salam, pra se sa është e rrezikshme dhe sa e urrëtur është gënjeshtra, na thot një hadith i cili neve do të na mjaftonte sot që të përmirësojmë karakterin tonë. Ku thot pejgamberi Allahu në ditën e gjykimit nuk do të shikoj 3 persona. Atyre as nuk do të flasë, t'i mandoj hiq. As nuk do t'i pastroj nga gjunahet, sa Allah do t'i falë njësa. Dhe do t'ja ushtoj dënimin e rëtë, thot është i pari, plaku zinaqar. Plaku zinaqar. I ka qitë metre me veta. Ajo në pritje të Azrailit alayhis salam e shton për zina. Këtë Allah se ta pastron. Udhëheqësin a që ta jo besua që të njëtë. Si dhe të varërin me një ma. Kim, sa të dushti. Pre 3 kategorive kemi. Djeni se Allah ka caktuar ligjen e natyrë vlezër. Në natyrë ka mundu ligje të sunnet Allah i leti ahsan e kulle shri. Vëllet të qëtë li sunnet i lahi të tira, vëllet të qëtë li sunnet i lahi të tahvila. Allah ka caktuar ligjen e natyrë. Kuptoni prezën se qallesat në natyrë u rejnë të njështër në shoqërinë e tyre. Sa për ilustrim, melingona e thjesht, melingona që e njojnë ne. Melingona e Sulejmanit alayhis salam, se shumë të regjim e ka Sulejmanit dhe Melingonin, ajo si shoqëri nuk e lejon të jeshtërë. Tregon një shpectar dhe duke hullutuar në karakterin e një Melingonës të muafua një Melingon dhe i afrova nga tavolina poshtë ushqimit. Pasi që e muhati Melingona, shkoj dhe tirit të tjera, duke ardhë rrugës të kune e largova ushqimin nga dhe. Erdhën da hullutuan të veri nuk gjetën ushqimin. U larguan, dërsa ajo është e qëndrueshme se aty ka ushqim dhe do të përsëri e vendova ushqimin. Kur në hati ushqimin, shkoj dhe e thiri përsëri familjen, shoqërinë e saj, por do të përsëri e largova. Erdhën dhe nuk gjetën ushqim. U largua, përsëri të dhe vendova ushqimin në tonë, dhe kur e në hati shkoj dhe i thiri unë e largova ushqimin, kur erdhën tha Melingona, nuk gjetën ushqimin. E cakuan për një moment, e cakuan Melingonën. Me duar se i gënjen. Sa njërës kemi në shoqërinë që të njëni? Sa selame ne i ulapim atyre? Sa hatër ne kemi kërshi atyre? Të nderuarit e mi. Mos bëni hatër se të toni imanin dhe homni biletën vit të botës ahiretit që të jeni në ndjen e ashit të Allahut. Dhe për në fund, lusë të madhin zot që Allahu të nëmbroj rinin tonë, fëmijin tonë, nga të vijimet e kotat të cilat një kush i promovon në emër të datave të cilat nga në vlerë, Allahu ka vlerësuar sekondin e jetës të njeri. Një prilli është dita e mashtrimeve dhe rrenave, dita e maskave të fytyrave të njerëzve, kërkojmë nga ata të cilat jo kemi dhënë amanet fëmijët tonë të na edukojnë, mos të vijojnë se pasoja e rrenës ata të të shijojnë para se gjithash, por edhe ne si familje dhe si shoqëri. Të nderuarit e mi, me qëse javën e kaluar edhe shpallën pra kërkesën qarkohen e muftinisë me ndihmën e objektit cili është duke u ndërtuar të këparezat e qytetit, sot do të mundohemi, edhe pse ju gjithmonë e ke këtëri dhënë provim. Ky gjemati ditës së gjumat flasune, nga botha qemat. Kredohet nga se është xhamia numër 1 në Maqedoni në ndihma. Ato unë nuk kam ma një poshtë për një shqipare. Ato ju e kini dhënë. Allah ju e u shërplet të të mu. Mendoj se ja kini dhënë Allah dhe tek Allah në rajini, thamë se kini objekt i nebujit dhe të tovës,
Gjithsesi çdo kush do ta jap sa ka mundësi, inshallah do të jetë shërbimi tonë dhe gjithsesi që të valitet gjithmonë lavori i Islam në këtë vend. O Zot, të lutemi në këtë ditë të madhe, mos i merr ezanet nga kriminalet. Mos i merr nxënësit nga mektepet dhe shkollat tona. O Zot, mos e merr Kur'anin nga shtëpitë tona, o Zot udhëzona, o Zot shëroj të sëmurën, jep ju atyre të cilët nuk kanë. Kthejloj mendjet e udhëheqësit e tanë, si dhe na falë të mirat e kësaj bote dhe botës ahiretit, dhe për në fund kemi dua të hatmeve, të kelime të uhidit, nga unë të kujnë dua dhe ju për amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية واصلة إلى أبي سيدنا عليه السلام وإلى أرواح جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات استجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام على المرسلين ولله تعالى الفاتحة. جماعة يوم لوتني وش